Hani një thelpi udhër çdo mëngjes esëll, rezultati do ju befasoj. Studime të ndryshme kanë treguar se konsumi i udhërës esëll me stomakun bosh e transformon atë në një antimikrobik të fuqishëm dhe është me efekte të mira sidomos edhe për bakteriet e shëndetit tretës që në mëngjes, duke i ekspozuar ato edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Te personat me hipertension, hudhra lehtëson shenjat e kësaj sëmundje. Përveç se ndihmon në qarkullimin e gjakut, parandalon edhe problemet e zemrës dhe përmirëson funksionet e fshikës së tëmthit dhe gjithashtu të mëlçisë. Hudhra është gjithashtu e dobishme kur bëhet fjala për trajtimin e sëmundjeve të stomakut dhe diarres. Ka shumë persona që pretendojnë se ngrënia e udhër esëll lehtëson problemet nervore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mjekësinë alternative, përdorimi i udhërës është shumë i njohur për efektet detoksifikuese. Ekspertët në këtë fushë thonë se hudhra ka veti të mira antimikrobale, parazitare dhe parandalon problemet e diabetit dhe disa llojeve të komplikacioneve të tjera që i kanosen shëndetit tuaj. Hudhra është një nga produkteve më të pasura me vitamina, gjithashtu edhe me karbohidrate, gjithashtu edhe me element ushqyes të rëndësishëm. Hudhrat përmbajnë rreth 58% insulinë. 1 kilogram hudhër jep 1300 kalori dhe është e pasur me kripra të mira të kalciumit, jodit, sqofurit e të tjera. Ndonse vendi ynë nuk e eksporton hudhrën, shumë fermerë e kultivojnë atë dhe mund ta përdorni edhe si një cilësi të mirë për rritjen e imunitetit. Studimet klinike kanë dëshmuar se hudhra shkatërron qelizat e dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi se gratë që hanin hudhër rregullisht, fruta dhe perime janë në 35% më pak të rrezikuara nga problemet e sistemit tretës. Hudhra gjithashtu është një mburojë shumë e mirë kundër inflamacioneve. Studimet të cilave u referohemi sipas WebMed konfirmojnë se vaji esencial i hudhrës lufton inflamacionet. Nëse vuani nga inflamacionet ose edhe nga dhimbjet e kyçeve ose të muskujve, mjafton t'i fërkoni ato me këtë vaj dhe ta vendosni edhe në lehtësimin tuaj. Edhe shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e hudhrave. Studimi mbi rolin e hudhrës në uljen e kolesterolit është i gjatë. Të dhënat janë premtuese, thonë ekspertët, sipas të cilave hudhra mund të ketë ndikime pozitive në zgjerimin e enëve të gjakut dhe në uljen e tensionit të gjakut. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 4 gram me hudhër në ditë, rreth një thelpi hudhër për të ulur rrezikun e komplikacioneve të zemrës. Por kujdes duhet të kenë personat me tension të ulët, pasi hudhra mund të ndikojë në uljen e tepërt të tensionit. Hudhra është një produkt fantastik gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të flokut dhe të lëkurës. Ajo është e pasur me antioksidant shumë efektiv kundër bakterieve të cilat mund të lehtësojnë edhe problemet e akneve. Gjithsesi, këshillohet të konsultoheni me dermatologun tuaj nëse doni ta përdorni atë në vazhdimsi të dietave tuaja të përgjithshme. Hudhra është një produkt efikas kundër mykut, sidomos në zonat e këmbëve. Vlerat e hudhrës përvetësohen më mirë nëse ajo konsumohet e freskët dhe jo e gatuar. Megjithatë, nuk duhet ta gatuani më shumë se sa duhet, në mënyrë që të ruaj elementet e saj ushqyes dhe të mbajë larg edhe komplikacione të ndryshme. Hudhra ndihmon në rritjen e sistemit imunitar në trupin tuaj. Imuniteti i trupit tuaj është ai që pengon atë të sëmurët në radhë të parë. Megjithatë, ndihmon në luftën kundër komplikacioneve dhe situatave të caktuara. Hudhra ofron një nxitje të mirë të sistemit për të ndihmuar në parandalimin e ftohjes nga viruset dhe gripi. Gjithashtu, ngrënia e hudhrës së papërpunuar mund të ketë efekte mbrojtëse kundër kollës, temperaturës dhe problemeve të ftohjes. Të konsumosh 1 deri në 2 thelpi hudhër të copëzuar çdo ditë është një mënyrë shumë e mirë për të përfituar vlerat e saj. Hudhra ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut. Goditjet dhe sulmet në zemër janë 2 nga shqetësimet më të rëndësishme shëndetësore në mbarë botë. Presioni i lartë i gjakut është një faktor i konsiderueshëm i rrezikut për sëmundje të zemrës. Mendohet se shkakton rreth 70% të goditjeve, sulmeve në zemër dhe dështimit kronik të zemrës. Presioni i lartë i gjakut është shkaku i 13.5% të humbjeve të jetës në të gjithë botën.
Për shkak se ato janë ndër shkaqet më të rëndësishme të humbjes së jetës, trajtimi prej një shkaqeve të tyre, siç është presioni i lartë i gjakut, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Hudhra është një erzë fantastike për t'u përfshirë në dietën tuaj, sidomos nëse keni presion të lartë të gjakut ose hipertension. Megjithatë, është e rëndësishme të shtypet të lihet për 10 deri në 15 minuta dhe më pas të konsumohet nga një thelbi hudhër çdo ditë. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer kundër komplikacioneve tuaja të hipertensionit. Në një thelbi hudhër mund të gjeni vitaminën C, vitaminën B, kalium, përveç kësaj ajo përmban vitaminën A, vitaminën K, acid folik dhe shumë minerale të tjera, hekur, magnez, fosfor, zink dhe selen. Një thelbi hudhër përmban rreth 4,5 kalori, 0,2 gram protein dhe 1 gram karbohidrat. Ato ndikojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Hudhra mund të ndihmojë diabetikët të kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak sepse përmban mangan, dhe një i rritur mund të konsumojë 2,5 deri në 5 mg mangan në ditë. Kriprat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglikemik, domethënë redukton sasinë e sheqerit në gjak. Ajo përmban komponentët e sjufurit. Hudhra është e pasur me oligosulfurik, të cilët japin asaj aromën, shijen dhe vetitë e saj kuruese. Ato kanë efekte të forta biologjike kur bien në kontakt me molekula të caktuara të trupit. Ato do të ulin gjithashtu edhe nivelin e kolesterolit. Hudhra është një përbërës i cili mund të ulë nivelin e kolesterolit në mëlçi dhe të bllokojë enzimat kyçe të sintezës së kolesterolit. Ato mund të zvogëlojnë gjithashtu edhe riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet kanë treguar se hudhra dhe përbërësit e saj mund të ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut, siç është përmendur tashmë, hudhra ndihmon në uljen e problemeve të kolesterolit të keq. Në të dyja rastet, risku i sëmundjeve kardiovaskulare ekziston. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore që mund të luajnë një rol pozitiv edhe kundër inflamacioneve të trupit. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose infeksioneve, kështu që luan një rol kyç edhe në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik mund të rrisë riskun e sëmundjeve, duke përfshirë këtu diabetin e tipit 2, sëmundjet kardiovaskulare, artritin reumatoid dhe disa lloje të komplikacioneve. Studimet kanë treguar se hudhra redukton shfaqjen e molekulave inflamatore. Hudhra ka efekte të dobishme në traktin gastrointestinal. Hudhra përmirëson funksionet e traktit gastrointestinal edhe për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe prebiotike. Ato janë në lëndë ushqyese për florën e shëndetshme të zorëve dhe për shpejtimin e rritjes së bakterieve të dobishme në trup. Hudhra vepron gjithashtu si një recetë e mirë kundër parazitëve të zorëve dhe përshpejton edhe procesin tuaj të tretjes. Sigurisht që hudhra është një produkt fantastik edhe në uljen e riskut të problemeve të Alzheimerit dhe shfaqjes së komplikacioneve të kujtesës. Studimet kanë treguar se përfshirja e hudhrës promovon shëndetin njohës të moshuarit dhe ulë riskun e disa komplikacioneve siç është edhe çmenduria. Hudhra është e njohur në parandalimin e ndryshimeve arteriosklerotike. Hudhra vepron gjithashtu edhe kundër bakterieve. Në vitin 1858, Louis Pasteur zbuloi efektin antibakterial të hudhrës dhe e përdori atë si një antiseptik për të parandaluar gangrenat, dhe rezultatet ishin vërtet mbretëlëse. Përdorimet të tilla të hudhrës patën rezultate të mira kundër bakterieve. Hudhra mund të ndihmojë gjithashtu në rritjen e përfitimeve të sistemit tuaj imunitar. Hudhra ka veti antivirale dhe mund të ndihmojë me ftohjen, lehtëson gjithashtu kollën dhe ndihmon kundër bronkitit. Ajo ka efekte të mira antiinflamatore dhe hudhra pengon enzimat e fazës së parë të formojnë metabolitet të dëmshme që aktivizojnë kështu edhe enzimat në fazën e dytë të problemit tuaj. Hudhra ka efekte të fuqishme antioksiduese dhe mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Kështu antioksidantët dhe elementet e tjerë ushqyes të saj do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdorimet të tilla të hudhrës gjithashtu duhet të bëhen me kujdes për të marrë vetëm përfitime dhe për të evituar kështu gabimet në konsumin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.